Okej, miq. Ja ku jemi përsëri. Si çdo të martë. Mo Kristi. Se do shkosh në një vend tjetër ti vjen që do ja ku jemi. Që Ke ndërmi ndërmend ti ikësh jashtë Shqipërisë? që ndërmi Men on Black sot. Po, Ëh? çfarë do të thonë kjo që do ta bëjmë stereo episodin? Do ta bëjmë stres. Ëh? Ja. Po nuk është ai filmi Men in Black, ëh? Për çfarë do flasim sot? Po kemi kupën e Shqipërisë, Kupën e Shqipërisë. që nuk e shmangim dot, Që do ta fitoj Vllaznia. sot ja ti është. Tani ishte episodi parashikimeve, ishte ai i kaluari. Po. Vazhdojmë ti qëndroj. Vllaznia. Dhe shorti më dha drejt. Drejtori shënoi Vllaznia, kemi me një drek. Unë themi fiton Partizani. Po. Jo, Kjo bën shok. po drejtori, kush e fiton? Drejtori ka qef Dinamo sepse Dinamo. ka parë në Superkup me Ngratja dhe i ka pëlqyer. Dinamo, Partizani dhe Vllaznia. Me Shorti. gjithsesi, sot u shorti kemi dhe foton e çifteve. Po? Janë 4 ndeshje, faza çeyrek-finale. Atëherë është me vajtjarë. Po, me vajtje ardhje. 11 shkurt me 4 mars. 11 shkurt dhe 4 mars, kemi Teuta Ignatia. Ndeshje e parë, do t'i marrim të gjitha vini, do flasim Po. ka 2-3 minuta për secilën, sepse aq kohë kemi. 2-3 minuta është shumë, po. Po çfarë do bëjmë tani na ka rënë për pjesë. Me që jemi këtu, unë do t'i propozoj një ndryshim Federatës Shqiptare të Futbollit. Po. Pastaj le ta, e para punës njerë, ashtu siç bëhet në Francë, ashtu siç bëhet në Angli, në Itali, në Gjermani, duhet bërë me një takim kjo, dhe gjithmonë bëhet në fushën e ekipit që është më poshtë në renditje. Është më e bukur. Hajde, Me eci. ekipin që është mi dobët, po thua. Po. Po ndonjë interesante do ishte. Teuta Ignatia. Për Meti për shembull Partizani. Po. Ose Po. po ku kemi ne infrastrukturë të luaj Partizani dhe Dinamo në këto fshatra të... Po le të luajmë pse jo. Tani në janar në këto është përmbytur gjysmë e Shqipërisë. Ti thua të luaj Për shembull, kërcyrë. ajo ndeshja po të bëj Ka fusha. Besa Dinamo aty te luzi i vogël do ishte shumë e bukur. Domethënë Besa ka vajzë të luaj prapë në luz me do. Ideja është që duhet Ore Besa të luaj ka vaj një herë pas. dëgjoj. Ky është problemi në makro. Do bëhet stadiumi i ri sepse anoncuan për 100 vjetorin. Dëgjoj. Problemi është që duhen favorizuar ekipet. Episodin e radhës e kemi me 3 stadiumet që me erdhi si spunto kjo tani, Po? që kanë mbetur në letër. Fatkeqësisht kjo Po. është qeveria jonë që bën sikur e do futbollin. Po? Dhe 3 stadiumet prej gati 3 vitesh tani, Po. në mbajmët në prill, është zgjedhur studioja që do bëj komplet projektin e të gjitha. Ka dalë, janë shpallur studiot fituese. Dhe pas 3 vite nuk janë gjetur investitorët për të bërë stadiumin. Është turp. Do ta mbajmë, do ta Çfarë kohë premtime? Në Korçën, Vlorë dhe në Durrës. Normal. Do ta prekim episodin e radhës të gjithën këtë. Tash ti do stadiume. Ti s'ke ujë në Tiranë, po? Ç'a stadiumi do ti? Po mirë më uji është problem për ata që Si, janë të ujësellsi. problemi është për ata pra që duhen larë dhe pastaj të gjejnë investitor. Ne s'kemi ujë. Ujë. Dakor. Ha, Themi te fotoja se Po. kemi foton aty. Teuta Ignatia, do flasim prapë për këtë, më kujto. Teuta Ignatia. Shko, nëse kujtoj vini, Teuta është mace zec për Ignatia. Po. 22 përballje, 13 kishte fituar Teuta, Po. një 6 kishin dalë barazim, ne ja Po. vetëm 3 herë ka dalë Ignatia me pikë. Kështu që tani kjo është ndeshje kupe, unë them që është ndryshon këtë vit pjesa e kësaj, sepse edhe Teuta ka një presidencë të re, një trajner të ri dhe them që do jetë pak ndryshe kjo përballja. Edhe pse është mace zec, them që Ignatia është Unë mendoj dukshëm me favorizuar. Unë mendoj që si Teuta, si Partizani do t'i mshojnë fort kupës. Unë shikoj 2 barazime dhe shikoj që me penalti kalon Teuta. Ky është parashikimi im. Ndeshja e fundit e kampionatit ka qenë Teuta Ignatia, ka dalë 0-1. Pastaj për të kaluar te Tirana Dinamo, se është derbi. Tirana Dinamo është pas një lloj problemi kualifikohet Dinamo. Po, ka një lloj diferencë. Nuk as plus që Dinamo i ka qef këto kupat. Në këto ndeshjet me eliminim kështu vajtjardhin me sistemat jardhi është mjeshtër daja. Po. I përgatit mirë këto.
Kështu që kjo, domethënë, Thua që ka një përsi të Dinamos. jo ka një përsi, ka shumë e përsi. Më kujtohet ajo ndeshja 6-2. Në mbarë më të ishim në stadion. Po ishim në stadion. Mund të shkonte 8-2, ta ka bërë gruaja 8-2 si. Ta ka bërë, po. Ajo ishte turpshme. Se u mbi dhe penalti. Po U mbi dhe penalti në fund për 7-2. Po 6-2 është ky orari i fabrikës, 6 deri në 2. Se ka qenë një orë, një 3-5 orari kinemas. Po. Ka qenë demollari dëmtuar Po, mirë se- dhe i tha Hysén Shau do futesh ta, bëri 3 gola me kavije. Me gjithë Xhixha Tirana tani. Urdhë? I kanë ardhur Xhixhat. Xhixhat. Un kam respekt Xhixha, shumë për ky Xhixhat, Ernest. po këto lojtarë që na kthejnë nga jashtë nuk janë Janë skarco. Po e troça për janë skarco. Jo janë skarco, po nuk janë. Se i bie rotu. Jo jo. Mërziten ata? Po jo më skarco nuk janë, sepse skarco është një term shumë i ulët, po kur një Skarco lojtar pra ta ndem, o këtu mund të jenë më të mirët e kampionatit. Po jo pra, domethënë Po që pra, ata nuk ndej- vjen në formë të mirë, ja. Prova Do të është thënë, prova po është ta bëj më të lehtë. prova është Nëse po, stonojnë anë do të them. po. Ore prova është skuka. Ke parasysh atë muzikën, atë korin dhe është një z gomari që stonon. A erdhi Ky rast. erdhi skuka ke Partizani. Po. Kështu që Tirana Dinamo e kalojm. Tjetra kush ishte përballë? Elbasani Partizani. Elbasani Partizani është e fortë. Është e fortë sepse është e fortë edhe shumë e luftuar. Unë them që është Luftuar me shpata. 55 me 45 në favor të Partizanit. Shikoj Partizani që kalon. Unë. Po, unë di që janë mëshuar shumë një trofeu në Elbasan. Dgjoj. Do bëjnë çdo gjë të mundur që të shkojnë deri në fund kupës. Elbasani në sezonin e tij të dytë në Super League, objektivin madhor ka final 4-ën. Thua ti. E kanë thënë ata. Po lërë më shumë të thonë ata, Po, Oleksi vjen nuk e ngrën. Okej, unë them që do han pas kësaj. Tu kanë dalë dhe njerëz kanë thënë do dalim kampion. Unë shikoj Partizanin. Që në fillim e kanë dalë kampion. Unë shikoj Partizanin. Shkon Partizanin. Po. Unë jam deri diku dakord me ty, edhe për post faktit që Elbasani do shumë i trofe, sepse mungon në qytet prej shumë vitesh. Partizani nuk ka çfarë u mbet mendoj unë dhe nga kampionati është Partizani e ka është 7 pikë mos gaboj Dgjoj. larg dhe nuk besoj që mund ta ka Final Fourin. Partizani e ka final 4-ën. Mirë, ta bëj pyetjen kështu, ku është më fokusuar, Final Four apo në kup? Partizani në kup. Në kup. Po. Po, E di si e ka final 4-ën Partizani, ki parasysh në Atletik, një pistë me luc edhe vrapim me pengesa, domethënë që ka të pamundur. njerëz e don. Kështu që po prap shorti Iranë e ekipi më i fortë. Që është për momentin shumë, domethënë Elbasani. Se Partizani ishte në vazo vini, Partizani ishte nga vazo e favoritëve. Po. Ishte Vllaznia, Dinamo, Ignati dhe Partizani. Po. Mund t'i binte Byli, si mund t'i binte Tirana, Derbi për shembull. Po jo, Bylis ishte për Vllaznin. Po dakord, po. Them që Partizanit Po, po. i ra ekipi më i fort. më i fort nga Po. gjitha këto të tjera. Se mund t'i binte edhe Bylis e Tirana apo Teuta. Po. Se ishin në vazo e këte, për t'i qenë i sakt. Betet për të parë, sepse unë pash pak përballjet gjithmonë me një gol ishin ndalë, barazim 0-0, një gol, domethënë nuk është se Edhe kanë prodhuar shumë, kanë qenë ndeshje cinike. edhe vjet Elbasani luante për 2 rezultate në arenën e Demave, fitoi Partizani që shkoi në Europë. Kështu që Po ju afrua desha mori Europën. po, Kështu që është interesante dhe kjo pastaj Interesante. mbylli Vllaznia si mendon ti? Vllaznia. Vllaznia? Po, unë them Vllaznia merr kupën, si mos them Vllaznia. Po është, the merr kupën e vërtet është, po unë sa mendoj ashtu. Unë mendoj që Vllaznia do shkoj. Ndoshta edhe deri në finale, po finale kam për ta lënë baterit. Nuk jam dakord. Po pse si dakord? Po sepse Vllaznia fiton kupën. Është Ku e regjistruar. mbështet se argumenti? Te ekipi Po fort. Vllaznia Nishtë e fundit ka çeduar mu. Urdhë? Ka çeduar. Sepse nuk është aq e fort këtë vit. Atyre duhet një plur magjik tani që të Dgjoj. kthehen prapë në. Nuk është e fort, nuk është shumë e fort këtë vit që të marr titullin kampion mas një çerek shekulli. As të vit nuk është për titull. Jo. Se ata e nisën për titull, Po, siç e mirë. nisin çdo vit.
Por është mjaftueshëm e fortë për të fituar Kupën e Shqipërisë, që do të ishte një festë shumë e madhe për qytetin patjetër. Vllaznia, të kujtoj Vini ka marrë 2 vite rresht. Domethënë ka qenë është Dinamoja në fuqi, fituese e Kupës, ka marrë 2 herë Gnatja, pastaj ka marrë 2 herë Vllaznia. Po. Pastaj ka marrë Teuta. Po. Kështu që ai trofe nuk është se ka munguar, e kanë marrë 2 herë radhë. Po pra, po në mungesën e një unë nuk mendoj që Kupa do jetë, unë mendoj që gjithë sytë e Vllaznisë do jenë nga Final Four, sepse edhe ka një gjë që ta kujtojmë pak, që edhe po dole 4 nga Final Four dhe po e mori Kupën dikush tjetër, i digjesh. Po. Nuk shkon në Europë. Po, normal. Kështu që është dhe thik me 2 presa. Kështu që prandaj them që do ta marrë Kupën. Do ta marrë Kupën. Po. Ti ke mendimin tat, po. Po normal. Okej. Tani ndeshjet janë për të kujtuar edhe një 11 shkurt dhe 4 mars ndeshjet e kthimit. Ndeshjet e para luajnë në fushën e ekipit më pak të favorizuar. Që ishte Vazo, po. Po, që ishte Vazo e dytë. Pra, ndeshjet e 11 shkurtit luajnë në Ballsh. Po kjo Kupa e di ti sa lekë fitojnë? Vllaznia 50 milion ka mbetur. Sa vite ka shkëm? Po kampionati 100 milion. Domethënë kampionati mirë që u rit. Domethënë mirë se ka këto shpërblimet e Final Fourit. Dgjoj, domethënë që marrin nga 170, 50, 20. Pa i pranuar. Po pra u fut tani me Final Four 170, domethënë 2 fishua. Domethënë federata pasurohet, shpërblimet mbesin në vend. Superkupa asnjë lek. Superkupa është trofe kështu nderi. Është trofe ta kesh për nder që luan. Edhe një propozim tjetër për Federatën Shqiptare të Futbollit që Superkupën ta zhvillojnë po e the edhe në një vend që shkojnë shqiptar. Ku? Se di në Zvicër, mund të jetë. Në Zvicër? Po. Pse thua ndiqin këto? Po, si. Shqiptarë, ha? Po. Po do kishte interes to? Do kishte interes, patjetër. Do kishte interes edhe nga stadiumi apo? Po, jam i bindur që do mbushej. Ose në Itali, ose në Greqi, ku kemi komunitetin më të madh? Po. Në këto Itali, Greqi, dhe me ato biletat merrnin dhe klubet që shkonin, ishin ato shpenzime, po jo këtu. Superkupa po nuk stadiumi bosh. Gnatja për shembull shkon vetëm bën miqësore me Interin me këto, nuk e ul atë pjatë të shkojë. Për shembull Dinamo e Gnatja, po pse në Albania? Shko bëhen Rogozhinë, ke 4000 vende plot. Si Dinamo e Gnatja? Po është finalista, më ka konflikt si ta bëj. Po mirë, po atëherë si, çka konflikt? Do të fush asnjëse. Pranon Dinamo. Ta bësh bosh. Po mirë, mos e jara ku është Rogozhina. Ose bëhen Elbasan. Një orë. Elbasan. Tash të dishoj tifozët në Elbasan. Nuk është çështja aty, kjo që po ishte bosh sa po thënë ti në Zvicër këtë çështje marketingu për të mbetur të ardhur nga bileta. Ora ishte bosh stadiumi në Superkup. Atëherë për çfarë? Bosh ishte. Po bosh ka për të qenë gjithmonë. Jo. Qofse do jetë do ikin mati mi ka thënë dikush tu që do ngelen vetëm familjarët e këtyre lojtarëve, stafit, familjarët e stafit dhe kaq, edhe lojtarët në fund të trajnerëve. Po ikin njerëzit nga Shqipëria. Po ikin nga futbolli, po ikin nga Shqipëria. Po, është nuk e di çfarë duhet që ti është ajo agenda e shpopullimit popullsisë. Ecim. Ta mbyllim me këto. Kemi dhe ndeshjet e nesërme? Po. Kampionat. Kthehet kampionati domethënë. Nesër dhe pas nesër. Ndeshja interesante ishte kjo Vllaznia Gnatja. Vllaznia Gnatja, shumë interesante është Bylis Tirana. Në Ballsh. Po për shpërmbjetesë. Edhe Vora Partizani, sepse Vora të gjitha ndeshjet e kësaj faze të tretë i luan në shtëpi. Po, qartë, anomali domethënë. Ndërsa të njëjtën kemi kemi një Teuta Dinamo. Dhe tjetra? Kush mbetet pastaj? Elbasani Flamurtari. Elbasani Flamurtari, po. Apo jo, Elbasani Flamurtari është nesër. Janë 3 nesër, 2 të njëjtë. Po, Elbasani Flamurtari është nesër. Këtë Vllaznia Dinamo, këtë Vllaznia e Gnatja dua një parashikim kështu, si mund dal. Sa është nga që luhet vendi i parë me vendin e katërt. Duke patur parasysh që nuk luan Aleksi. Po, me këtë Aleksin personale ke fare. Do ta marrim këtu në podcast. Jo. Do ta vesh për ballë. Bëj vetëm ti. Do ta vesh për ballë. Nuk e di çka ke me këtë Aleksi. Bëj vetëm ti me Aleksin. So gjithmonë ka pasur lojtar kështu të gvindur. Ha? Gjithmonë ka pasur lojtar kështu. Okej. Glicës që ka shoka tipin lojtarit. Okej. Ç'a të bëj tani? S'luan dot balet për shkak. Është lojtar. Po pse çka kam unë? Unë s'kam asgjë me atë. Jo pse ti më kërkove një parashikim. Tha. Po parashikim. Duke qenë se nuk luan Aleksu. Po vlerëson tani. Unë mendoj që do të jetë një rezultat të barazim. 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 Okej.
Ta mbyllim me këtë futbollin Vendas. Hajde ecim i çik. Ngjarje e rëndësishme ka qenë dhe çka bërë Xhiron e Ritit, Po? largimi i Xabi Alonso's. Xavi Alonso's. E Si do bombën e okultit. Po ai jep një. Xavi Alonso te Manchester United. Si të Manchester. Po e thash unë te Manchester. Ha? Thash unë. Po pra, ti the te Tottenhami. Pra mos e ka. Unë thash te United. Po, ti Ti the te Tottenham. Xavi Alonso te Tottenhami. Unë thash do bëj tradhti, do shkoj te United. Edhe pse është kështu si tezë. Dëgjoj, si e pashun këtë shkarkim, unë e pash domethënë si një goditje në Brest. Kam përshtypjen Se që thua që do lojtarët- karriera e tij do dëmtohet në vazhdim. lojtarët nuk e donin, ai vërtet që ndoshta veproi. Ndalun çik këtu, si është Po. kjo puna? Si mendon ti për shembull, që je edhe si ti psikologu kështu. Kur një trajner u mbet autoritetin, është faji i vet apo janë lojtarët e tillë që nuk i menaxhon dot dhe ka disa që janë ndrujt në shtrembre, normalisht do ta bësh çështje të presidenca. Dëgjoj. Si e mendon? Apo thjesht Unë e është autoriteti i dobët i këtij trajneri? Unë e mendoj kështu njëherë që ai trajner që nuk ka dot autoritetin në skuadër, mos e merr atë skuadër. Ai ndoshta veproi gabim që kur erdhi në fillim, ai futi disa lojtar si Mirë, ma ai me autoriteti në fillim nuk mund të Mirë po, pastaj që filluan problemet tua pa në vrimat. Reali është aty. Dhe Reali do të jetë gjithmonë. Dhe askush nuk është mbi Realin, as Mbappé, as ky. Po Mbappé, për atë videon e Mbappés si bënte? Po pra po. Pas ndeshjes? Po pra. Që aty u duk që kishte një lloj krize që ata s'po pyesin fare Alonson. Që aty ishte gjithë rriti tha që aty u shkarkua Alonso. Sepse ideja është e tillë që pse ka autoritet ky Arbeloa. Apo ky është provizor. Nuk e di, ka ndryshuar shumë koha. Kush do vi ke Reali? Kloppi? Arbeloa. Pse Arbeloa në momentin, po shoku i ngushtë i Alonsos. Ja Alonso. Ja mori ekip. Do të them këtë që më përpara kur ndodhin këto lloj përplasje, krisje mes trajnerit, lojtarit, kështu. Trajneri ishte ai që tregonte autoritetin, e mbar mend ti Fergusoni si e ka lëshuar me këpuc Beckhamit? Po. Do ma të zhveshjes? Po. Që ishte Ferguson te United, Beckham i yll. Nuk u tregua, janë ca trajnerë që janë kështu. Edhe unë abite me këtë president. Unë me këtë lloj trajneri jam që. Po patjetër. Ai duket qenë se lojtar vet tani së fundmi që ka lënë sa ka disa vite, shumë pak vite që ka lënë. Nuk e di ka qenë ndoshta më i butë se ç'duhet me. Edhe pse ai tipte një lojtar, një tipologji lojtari kur luante në fushë ishte i egër, kështu në rrymë të fortë. Është i egër donë, ai është. Po ku i egër edhe në stolleri si pul. Unë habitem se unë po tisha Perez, unë do t'jepja drejt Alonsos, do t'jepja edhe kohë Alonsos. Ti e di që 5 vjet nuk mori asgjë Fergusoni me që përmendë Fergusoni. Po, ishte 5 vjet. Po s'e pret njëri te Reali. Urdhë? Nuk pret njëri te Reali. Po sa do? Po s'presin. Po pse fajt trajnerit është te Reali? Nuk presin. Çfarë bëri gabim ai? Nuk presin dot te Reali sepse e vërtetë është. Ka drejtori thotë ishte mes tabele, po. Dakor, po. Ka pasur problemet e veta Reali, Ancelotti e mban mend si e la. E la një ekip të zbehur nga gjithë gjënja si emotive, si psikologjike, si cilësore në ekip kishte pafund iku pjesa e mes fushës që ishte Dakor, dëgjoj, edhe unë po ikën gjithë Brezi, Benzema. Edhe unë po tisha në vend të Ancelottit, në kohën që ti shkon në kulm, largohu. Ancelotti e pa e kuptoi që po i vinda edhe i doli në kohë jashtë. Ashtu siç ai ishte trajneri i zgjuar. Shkoi tani te Brazili do kësionon botërorin. Sepse këto shembuj për shkak siç është ky Didier Deschamps i Francës. Që ky mbasi u shpall kampion botën 2018-ën, prap finalist në 2022 që dhe me penalti në kampion botë. Këto janë shembuj të rrallë. Dhe që do marri kupën e botës tani në 2026. Po, ja, po. Faleminderit. Do marr kupën e do marr shtupën, ë? Kovën e art, tjetër. Po thoj për trajnerët e Deschamps edhe këta. Po.
Kemi edhe këtë largimin e Amorin apo jo? Është me Alonso, Amorin, Alonso, Amorin. Po ky, unë këtu mirë t'ja bëj ai që Unë mendoj ma të lloj rezultatesh, sepse vetë presidenca, vetë drejtori po. shkon tani beson ekipit Amorin. Çfarë është kjo tash është tur po. Unë kam përshtypjen që s'është problem trajneri të United, është Ai do bëri një sezon të Sportingu, po. sezon të mirë, anonim fare. Jo shumë të mirë bëri. Po shumë të mirë apo aq deri diku. Po. Edhe i besoj tani një emër si United. Po normalisht dështimin do ta kesh 70%. 70%. Po normale mos është United. Është 10 problemet e fundit që ka pasur. Çfarë Amorim? United dhe një trajner legjendar nuk diku ma ka prishur qefin, domethënë që u mërzita se unë jam tifoz holandez. Dhe para tifoz holandez ti? Para këtij ishte Ruud van Nistelrooy trajneri i United. Po. E morën ata përkohësisht. Bëri performancë të mirë. Po. E donin tifozët, ishte idulli i tifozëve. Dhe pas 5-6 ndeshjes mos gaboj, bëri janë 3 fitore, 2 barazime, 1 humbje mos vetëm. E hoqën dhe sollën këta Amorimi. Isha dje me Starovën. Me Bobin, dhe sa e rri me Bobin kënaqem se me që me Hollandën. Ti ke qenë i vogël, po unë e mbaj mend. Në 78-ën. Minut 90 me Argentinën. Hollanda Argentinë. Minut 90 Neskes shtyll. Po. Hollanda jo. 2 minuta më vonë Kempes shtyll gol. Pa Cruyffin. E kupton? Po. Pra, s'ka pasur asnjëherë fat Hollanda. Jo, e prap, ose e mban mend atë depërtimin e atij Robben. Robben 2 herë. Po, në 2010-ën. Latargën dhe Ramosit dhe Pioli. Po. Familja mi ata janë. Pra, çfarë duhet të them? Është kjo që the ti. Dhe shumë tha Bobi mbrëm, Sulcerova. Trajnerët çu janë? Me një xhep për suksesi, me një xhep tjetër është mos suksesi. Dakor. Ti, në momentin që merr një trajner të provuar, se i shalqini me provë, po them tash po e banalizoj, ke një lloj garancie që mund të pastaj çdo gjë edhe mund të shkojë mbrapsht më. Po të paktën kur nisesh, je i presupozuar që të arrish diku një objektiv një gjë. Amorim, çfarë janë këta trajnerë, kështu që po dalin tani nga një vit dhe i katapultojnë këta i marrin nëpër ekipe, i mbushin me miliona euro. Juve mori këtë Thiago Motta. Bën një sezonet e Bologna e mori direkt e hoqi. Ai lojtari jon Brian Gruda shënoi edhe shkoi United ai. Po bre? Po. Ai e nxori jashtë. Po them që nëse ti besoj një trajner të ri, të paktën besoj një Ruud van Nistelrooy, një Paul Scholes, një lojtar që Ryan Giggs, po them kota një me emra që janë legjenda, që kanë një lloj emri. Po Chivu thot. Po Chivu. Të paktën Chivu këtu si triplete do me kanë shënë dikush aty. Jo, Chivu te Interi. Po pse kush beson te ke Chivu? Unë i pari s'kam besuar. Dhe asnjë nga këto tifozët e Interit beson. Jo, ai po bën mirë. Ti drejtori i dytë. Ai po bën mirë. Po bën mirë, po sepse këtu po kundërshton veten tënde. Po si po kundërshton, por është gjithaj lojtar. Ora Amorim bëri shumë mirë ke Sportingu. Po kush është ky Amorim? Trajneri United që është kërkuar. Çka ka qenë ky nit? Si çka ka qenë? Çka ka qenë ky? Po s'do thotë gjë që duhet të jesh trajner, ke qenë lojtar, pse çka ka qenë, çka ka bërë Mourinho në jetë si lojtar? Po vetëm një Mourinho kemi, mos kemi një tjetër. Po mirë. 2 raste janë mirë, një Mourinho që ka dalë jashtë rregullit. Po. Dhe një trajner brazilian që ka fituar, se s'ka trajner brazilian. Po. 2 janë, po ti kujtoj unë. Scolari dhe Silvinho. Po. Ka tjetër brazilian? Po dish ndonjë brazilian ti ma thuaj. Jo. Edhe ai ka qenë i mirë, po. Kush? Tele Santana. Po kur para pse se dyshin. Po mirë, unë po them tani pas viteve 2000 që dakor. Po tani unë s'kam faj që ju shikoni futboll. Po mirë, dakor. Se më the për futboll. Po tash po ti krahasoj unë me Italinë ty me Trapattoni me shokë Zofi janë 100 Santana të tjerë, thonë. Italianë janë pa. Brazili tani po merr trajner italian. Tani ky do shkojë ke United? Jo, ishte kështu po parashikimi ishte një kështu në qefi imi, ndjesja ime, ndoshta mund edhe ta gjej, ta këpush që Alonso shkon te United. Alonso shkon te Tottenhami. Ky është edhe Tottenhami mund. Është domethënë është një profil. Sa i do largohet ai. Po shkoj që të kesh në CV që ke qenë të drejtuar Real Madridin, besoj që është problem për të shkuar diku më poshtë. Çdo ekip ja hap derën Alonsos, mendoj unë. Mua më pëlqen shumë ai. Pëlqen sepse dhe ke Leverkusen i theu Bayernin dhe një binom jashtëzakonshëm me Çakën. Dakor vini. E theu Bayernin. Po.
Po këta janë ata lloj trajnerësh që Shkojnë në finale. Janë për këto ekipe. Aty në fakt e degeneroi Atalanta, po shkojnë në finale. Janë për këto lloj ekipesh. Po. Këta trajnerë si Alonso nuk janë gati për një ekip të madh si Reali. Po mirë më se Si Reali. Po pse kur e mori Zidane? Kush ishte për Zidanin tash? Pse flet kot? Po e mori 3 Champions Liga. 3. Po dakor. E pra. Po është Zinedine Zidane. Po kush e priste Zidanin? Si kush e priste? Kush e priste? Pra mos e kishte, veç lojtar kishte Reali ato vite. Me Ronaldo dhe me kishte gjithë më të mirë të botë, apo ishin galaktikët e dytë. E vërtetësh. Ç'a tani? Zidani pse po pret Francën? Po. Po ç'është po pret Francën? Po pse? Pse se provon vetëm në klub? Do sto. Do që nga Po se lëshon ai. jo, mbaron kontrata. Edhe pret Zidani për shembull. Në 2000 doja ta shikoja te Juventusi. Tani që mori Spalletti, po doja ta shikoja në fillim kur iku ky ishte përpara trajnerit të Juve, ta merrte Zidani. Mos krahasot pa krahastueshmit. Spalletti është shumë më lart se Po mirë, dakor, kanë shumë eksperiencë, po Zidani ka ato vesh gjata Champions League që kanë ngritur. Dgjoj. Në 2026 në fund të Kupës Botës, shpallet apo jo Franca kampione e botës, kontrata e Didier Deschamps përfundon. Dhe sipas gjitha gjasave që e ka pranuar dhe vetë Deschamps në kru, është Zinedine Zidane që është me logjik dhe me gjitha ato dhe Franca po Franca ka 5 formacione më. Kështu si që ka nisur ky Trumpi me këtë Macronin, Franca mund të përjashtohet nga botrori. Do t'i vendosin taksa i për pjesëmarrje. Mund t'i vendos taks për pjesëmarrje. Po, ai Trumpi po. Të gjithave do t'ju jap, kurse Franca do paguar që të vishte luash Kupën e Botës. Kush e di çfarë do i thot atij, për shembull, thot arbitrat e Franca ma ngjisni jashtë atë. Po. Edhe kur të vijë Macroni tulet thot ti largo këtë thot, e kupton. Për atë videon si këtë? Po. Për taksat që do t'i vet taks gjithë shampanjave dhe verave tu. Jo, i tha, ja. Kështu që në Amerikë mund të kemi edhe një kombëtare surprizë që po si mund ta. Mirë, besoj që Amerika mund të shkojë ekipi i Amerikës. Çfarë? Ku? Do shkojmë botror, po. Shkon? Se është si vend organizator. Jo, shkon larg po them, po ata e di. Ja. Pse më me këta Pulisic, ka sa lojtar tani s'tam. Se gjithmonë këto ekipet kështu janë organizatorë shkojnë. Bëri një kujtoj atë Korenë e Jugut që shkoi në gjysmëfinale. Më me Ile shkoi. Me Ile, me atë Moreno. Dgjoj. Këta duhet t'i japin një falënderim të madh atij Jürgen Klinsmann kur organizuan kampionatin botror në 94-ën. Ai solli një revolucion se futbolli në Amerikë është sporti. Ta kanë Pochettino tani, Pochettino si kanë trajner. Është sporti i 4-ta i 5. Kupton? Mirë, tha Trumpi do ta bëjmë parasor, do ta ndryshojmë atë, nuk ka thasë më soccer, ta çojmë futboll. Po drejtori kishte një lajm ekskluziv. Po? Reali tha vjen Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Po drejtor ka vetëm një gjë që duhet të bjerë gruaja e Kloppit dakord se ai gjithmonë para se të marrë vendime do pyesin gruan po se të jo gruan. Po, jo gruan, ministrën e brendshme. Po, pra, kështu që. Ai ishte interesant Klopp te Reali. Shumë. Do gjithmonë pastaj do vinin disa 2-3 lojtarë që ai piketon që dua këtë. Perez normal ja. Ai tjetri ha valixhen. Do bëj Reali prap pretendent kryesor. Po? Drejtori thotë s'kishte Barcelonë u zhduk. Po atëherë mban më drejtori që s'kishte Real. U desh Mourinho të vinë të bëj Mourinho si në stilin e këtij. Dgjoj. Çolo Simeone që desh ndryshe se thënë do Barcelonën. Mua më pëlqen shumë kjo Barcelona dhe nëse ka një lojtar. Nëse ndeshja, okay. Dgjoj, nëse ka deri diku aty ishte pavarësisht se vetë golat, nëse ka një lojtar që unë e dashuroj aty është ai Rafinha. Po. Interesant është ai, po edhe pse ecën pak. Goli i parë jo, po goli i dytë u ndihmuan çik me fat që kurse ai Vinicius Junior e çauat gol. Domethënë krahët në botëror Brazili, Vinicius dhe Rafinha. Po. Do kënaqemi dy super lojtar. Do kënaqemi me një finale France-Brazil. Prap unë vini Barcelonën e shoh, jam skeptik për Champions League-ën. Estevao, Champions League-ën, e kemi thënë fiton Parisi. Jo, jam skeptik për Barcelonën sepse duke qenë se luan aq lart. Nuk e di,
E pe El Clasico? Po. Sa lart e mbante mbrojtje. Aty thjesht po ta mbaj mend, ka qenë një ndeshje me Bayernin që këta luanin lart dhe Bayerni kishte lojtar të shpejt në sulm krah të Olizen me këtë dhe me kundërsulm Barcelona në shpartallon, po të keshin lojtar të shpejt. Po të keshin më të shpejtin në botë që ta shpartallosh. Po, kush është më i shpejti në botë? Po ky Mbappé jam duke se Estevao. jo Mbappé ja është më i shpejt. Po. Kështu që interesante është për tu parë dhe vazhdimi Presi. Okej. i La Ligës. Mirë. Kemi edhe një kështu nga ky Aslani për ta mbyllur. Po. Kemi kodrejtor. Ka shprehur kështu që do qëndrojë në Itali, nuk do që të lëviz. Në javët e fundit kanë qenë këto 2 javë intensive të mercato. Ishte ke Milani, Te Interi. më fal, ishte ke Interi, gjithë thanë që do e kaloj Çalhanoglus, shkoi te Torino në një nivel shumë më të ulët, prap nuk po Është në Uazim. nuk po qullos gjë, kështu që se di Është në Uazim. Është një moment jo ndoshta. sa zgjat ky momenti jo. Me Po vite, tani edhe te Interi ja dhan mundësi, me thënë drejtën. patjetër. Edhe pse unë nuk isha dakord që ai të shkonte edhe më një herë te Interi. Interi E mund kemi thënë atë. mund ta blinte dhe ta Trampolina nga Empoli Po. ke Interi është Po shumë. gjithsesi unë mendoj që ai do rikthehet te Torino në titullar, Po. sepse normalisht vjen një moment që këta lojtarët që janë teknik, luajnë me topin, trajneri i do. E diku e shoh e kam parë edhe vjet te Lecce, ku ky Mendon Berisha është lojtar më teknik se sa Ramatani, dhe trajneri Cortino më duhet D'Aversa kush ishte. Thoshte që më duhet Berisha sepse e kam pik pastimi, luan me topin. Dhe Ramadani ul në stol. Ta mbash mend vit. Këtë vit po luan Ramadani sa ishte dëmtuar. Po. Po që trajneri do gjithmonë një lojtar që të luajë mirë topin përpara një shkatruesi. Lecce që u mund përsëri nga Parma, që nga viti 91 Dhe po ka thotë fituar klub. Astani do t'i vijë dhe Do t'i momenti vi moment. Urojmë. do ta Urojmë Sërish në- urojmë për Sepse kontar. edhe mbaj mend para se të shkonte në Torino, e kërkonte Betis në Spanjë, ai jo duhet të qëndrojë në Itali. Po Dhe si gjithmonë duket do ka të insistuar. ta Se ambientohet ka një aty. kontratë gjatë, në 2028 mos gaboj Po, me Interi. Kështu që shpresojmë që të rikthehet në formën më të mirë për ne dhe për kryetarën. Okej? Hajde. Pafshim. Tung.